Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbritur për një vizitë pune në Bruksel ku do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe komisioneren europiane Marta Kos. Gjatë një paraqitje të tij në TV Pink, mbrëm presidenti tha se është shumë i shqetësuar për situatën e Bosnjës dhe Hercegovinë dhe se arrestimi i çdo politikani nga Republika Srpska do të ishte një fatkeqësi. Ai njoftoi se do të diskutojnë në Bruksel për të gjetur një mënyrë për të ulur tensionet. Deklarata presidentit të Serbisë pas takimeve në Bruksel pritet të bëhet mbrëmjen e sotme. Delegacioni i listës serbe i kryesuar nga kryetari Zlatan Elek është takuar në Prishtinë me të dërguarin e ri të Bashkimit Evropian Peter Sorensen. Ata theksuan gjendjen jashtëzakonisht të vështirë me të cilët po përballet populli serb në Kosovë, e cila, siç u tha, është pasojë e politikës antiserbe të regjimit në Prishtinë. Është theksuar edhe shkelja e drejtave të popullit serb në zgjedhjet e fundit kur kryeministri Albin Kurti me votat e shqiptarëve i dha një mandat Nenad Rashiqit. Theksohet se ata kanë kërkuar nga i dërguari i ri që të jetë neutral dhe të bëjë gjithçka që është e mundur për zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara veçanërisht në lidhje me formimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se gjithë dinamika dialogut varet nga vullneti i Kosovës dhe Serbisë dhe se i dërguari i ri evropian Peter Sorensen nuk mund të bëjë ndonjë ndryshim të madh në dialog. Presioni ndërkombëtar do të ketë efekt, por përpara se lidershipi i Kosovës dhe i Serbisë të pajtohet, nuk do të ketë zhvillim pozitiv, tha Muhaxhiri. Ai beson se edhe amerikanët nuk mund të ndryshojnë asgjë nëse palët nuk janë të gatshme të angazhohen në dialog dhe se nuk ka presion të madh ndërkombëtar për të arritur një marrëveshje. Duke komentuar memorandumin e nënshkruar ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e mbrojtjes, presidenti Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia ka kuptuar mesazhin e dërguar nga ky nënshkrim. Ai tha se Serbia ka doktrinën e saj me të cilën do të arrijë të ruajë stabilitetin dhe të mbrohet nga çdo agresor potencial. Vučić tha për TV Pink se është shumë i shqetësuar për atë që po bën dhe theksoi se Kroacia, sa i përket ushtrisë, është një vend shumë i fuqishëm, por se edhe për herë të parë Serbia ka një ushtri më të fortë. Zëvendësministri i mbrojtjes së Kosovës Shemsi Sylla ka thënë se nuk janë befasuese deklaratët nga Serbia për marrëveshjen mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Është normale që Serbia nuk është e lumtur për asnjë bashkëpunim dhe afrim ton me Kroacinë dhe Shqipërinë, sepse Serbia është e interesuar për destabilizim, tha Sylla për TV1. Në të njëjtin emision, profesori Nexhmedin Spahiu tha se Kosova duhet të bëjë një marrëveshje të tillë edhe me Bullgarinë dhe se kjo do të ishte rëndësishëm nga aspekti politik, por edhe psikologjik. Eksperti i sigurisë Gorakuq Kuqi thotë se marrëveshja është arritur në koordinim me NATO-n dhe se Kosova përmes Shqipërisë dhe Kroacisë i afrohet mundësia t'u afrohet edhe sa më shumë aleancës veriatlantike. Kuqi thotë se këtë mënyrë Serbia dhe Republika Srpska mbeten të izoluara. Në koordinim me prokurorinë themelore në Mitrovicë, policia e Kosovës ka kryer një operacion të gjerë në Mitrovicën e Veriut dhe Jugore, si dhe në Leposavić, Vushtri dhe Skenderaj, gjatë të cilës janë ndaluar 16 të dyshuar për zhvatje dhe trafikim të paautorizuar të armëve apo lëndëve plasëse. Gjatë kontrollit u sekuestruan 9 armë zjarri, 200 fishek, 15 celular, 2 pol pranga dhe pajisje të tjera. Me vendim të prokurorit, 13 personave është caktuar masa ndalimit deri në 48 orë, ka njoftuar policia e Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini në lidhje me paralajmërimin për rritjen prej 15% të energjisë elektrike ka thënë se Kosova do të jetë kampione në të gjithë Ballkanin me rrymën më të shtrenjtë. Shahini beson se qytetarët e Kosovës nuk do ta përballojnë dot rritjen e sapo paralajmëruar të energjisë elektrike. Siç është tani ne jemi në krizë dhe do të jemi në krizë dhe qytetarët ndoshta janë përgjegjës sepse gjatë votimit ja dhanë votën atij që do të qeverisë Kosovën, nëse qytetarët thonë se është mirë kështu, atëherë le të vazhdojë edhe tutje, ka përfunduar Shahini.
Moti nesër në Serbinë e mëngjes do të jetë i klerë dhe shumë i ftohtë me ngrisa. Gjatë ditës do të jetë me diell dhe me ngrohtë si ditët e mëparshme. Ere dop me drejtim të ndryshueshëm. Temperatura mëngjesi do të jetë nga -8 deri në 0, kurse ajo më e larta ditore do të jetë nga 12 deri në 16 gradë Celsius.